ka një hipotezë së fundmi që në krye të Partisë Demokratike mund të vizoj një Argita Maltezi, sa do e dëmtonte apo do e forconte kjo Partinë Demokratike? Që do ta forconte, unë nuk e shoh fare si forcë, e shoh si një denigrim pastaj të Partisë Demokratike. Jo për shkak të figurës së zonjës Maltezi, sa mund të jetë që një profesioniste dhe një zonjë e nderuar në profesionin që bën, po për shkak që kjo parti gjatë gjithë kohës flet për garën, flet për demokracinë, flet për punën dhe pa diskutim që kjo parti të jetë më e madhe dhe kjo parti të hapet pa diskutim që duhet gara, nuk duhet ta trashëgosh. Pasi ka individ të tjerë që kanë mund, kanë vite në atë parti dhe mund ta bënin ato një parti fituese. Zonja Maltezi mund të ketë kontributet e saj në fushën e jurisprudencës, por jo brenda Partisë Demokratike. Ta ndajmë pak profesionalen e zonjës Maltezi nga politika brenda Partisë Demokratike. Fakti që është vajza e Sali Berishës nuk do të thotë që duhet jetë pasuesja e tij politike.